Tre janë përbërësit natyral të energjisë në ushqimin tonë të përditshëm. Ato janë karbohidratet, proteinat dhe yndyrnat. Në qelizat tona ndodhet një organel që quhet mitokondre, i cili prodhon shumicën ndërmuese të energjisë që na duhet në jetën tonë. Çdo proces që ndodh në jetën tonë, çdo veprim, çdo aksion, çdo shndërim ose reakcion kimik ose biokimik kërkon energji ose më saktë kërkon elektrone. Dhe këto elektronet prodhohen nga mitokondret. Sa për kuriozitet, energjia ose zanafilla e gjithçkaje që ka ndodhur në tokë, me fjalë, ka lidhje ose ka filluar nga energjia diellore, nga fotonet. Pra, këto energji është transformuar nga një lloj në një lloj tjetër, energji diellore, energji kinetike, elektrike, elektromagnetike, termike, potenciale, si fotone e gjithçka tjetër, me fjalë. Zinxhiri i energjisë fillimisht është ke bimët, ka i quhet flora, dhe pastaj do ke fauna. Përshëndetje miq, unë jam Bali. Kjo video është video më e rëndësishme, jo vetëm e mjekësisë, po e gjithçkaje që ekziston sot në tokë, për fizikën, për kimin, për ekzistencën tonë, me fjalë, është energjia. Janë elektronet. Si gjithmonë, siç u thash edhe ke video e dhimbjes së kokës, me fjalë, energjia nënkupton elektrone. Energjia në fizik zakonisht matet me kalori. Janë ato tre ligjet e termodinamikës. Dhe të gjithë jemi familjar me termin kalori ose disa herë përdoret edhe si kilokalori. Pra mund të përdorni kalori ose kilokalori në të njëjtën mënyrë, nuk ka asnjë lloj problemi, ka të njëjtin kuptim në jetën tonë të përditshme. Për ashtu rastet nëse jeni fizikant ose keni të lidhje me fizikën, në këtë rast do përdorni termin kalori dhe ndërsa kilokalori është 1000 kalori. Zakonisht një njeri ka nevojë për 2000 kalori ose kilokalori në ditë. Është i njëjti term. Në ditët e sotme ne kemi tre ushqyes kryesor që ekzistojnë në natyrë, në mënyrë natyrale, sigurisht. E para janë karbohidratet. Çfarë janë karbohidratet? Karbohidratet nga ana kimike është një karbon ose më saktë një lidhje ndërmjet karbonit dhe një grupi hidrik ose ujë. Pra zakonisht është një karbon, 2 hidrogjen, 1 oksigjen, shumëzim për në numër. Për shembull, glukoza është C6 H12 O6, raporti është 1:2:1. Po zakonisht karbohidratet kanë karbon, hidrogjen dhe oksigjen, ose grupin hidrik dhe karbonin. Ato janë gjitha produktet që ekzistojnë në tokë, përveç ushqimit sazor. Gjithë produktet e tjera përbëhen ose kanë në përbërjet e tyre karbohidrate. Biles edhe ke ushqimin shtazor, duhet përjashtojmë bulmetrat sepse ato kanë galaktozë, kanë karbohidrate, kanë sheqer në pjesën e tyre. Më të njohurat tek këto karbohidratet në natyrë janë ato që ne dhe përdorim, është amidoni, janë të dritrat. Është gruri, orizi, mistri, thjerza, patate. Janë bishtajoret, barbunja, fasule, pllaqi, gjitha këto tjerat. Janë frutat, po gjitha frutat. Është mjalti, janë perimet, sidomos karota, siç e thash, patatja, panxhari, domatja. Dhe janë rreth 300 lloj sheqernash në natyrë. 260 afërsisht 260 janë natyrale, do që ndodhen në natyrë në atë lloj, dhe rreth 30-40 prej tyre janë artificiale. Prodhohen gjithmonë për efekte të ndryshme, nuk kanë asnjë lloj vlere. Të gjitha këto produkte përmbajnë glukozë brenda tyre, e cila glukoza jep 4 kalori për gram. Gjithmonë për gram glukoza jep 4 kalori. Edhe fruktoza, që siç u thash zakonisht është 50% e 50%, po ashtu jep 4 kalori. Formë tjetër e karbohidrateve janë fibrat, ose ajo që ne njohim ndryshe celuloza, që ndodhet ke gjethet zakonisht, më shumë ke zarzavatet, barishtet e shumë llojshme, spinaqi, lakra, lëpjeta e të tjera me fjalë. Fibrat japin, në fakt fibrat nuk janë ushqim për ne. Fibrat kanë 2 kalori për gram, por ne nuk konsumojmë ose nuk përthithim fare fibra në jetën tonë. Ato nuk përdoren nga njerëzit. Zakonisht kur ne kemi, nëse ne marrim 100 gram fiber, spinaq, rreth 20% e kësaj pjese të spinaqit do harrit të metabolizohet nga bakteret që kemi ne në zorën e hodhë dhe zorën e trash. Ky është ushqim për bakteret, jo për neve. Ndërsa 80% siç e ham edhe do dalë jashtë. Pra,
realisht 80% humbje edhe nga ana monetare, po edhe nga ana ushqimore. Kjo është rendimenti, fibrat nuk janë si më thënë ushqim esencial ose që nuk përdoren nga neve. Në enciklopedinë britanike, për kufizimi i karbohidrateve thuhet doon që nuk janë thelbësore. Në kuptimin doon që ne mund të jetojmë rehat pa asnjë problemi në mungesë të karbohidrateve. Pra nuk janë esenciale ose jetësore ose të domosdoshme. Dhe këto unë ua them me përgjegjësi maksimale dhe edhe personale. Ne mund të jetojmë gjithë jetën tonë biles edhe më shumë se sa aktualisht nëse ne nuk përdorim dhe nuk marrim karbohidrate nga jashtë. Ne na duhet realisht 5 gram sheqer në ditë vetëm për eruazët e kuqe të gjakut, eritrocitet, dhe këtë e prodhohet nga mëlçia vazhdimisht, sepse mëlçia mund të transformojë dhjamin, proteinat, laktatet, mund të transformojë në sheqer. Pra, ai bën shumë transformime, po për këtë sheqer që ne kemi nevojë e na jep mëlçia në mënyrë të rregullt. Edhe shumë më tepër se sa aq, po vlera minimale që na duhet është 5 gram sheqer. Pra, kujdes me konsumimin e karbohidrateve, uli në minimum marrjen e tyre, sepse nuk na duhen. Karbohidratet në gjak ato do rrisin insulinën, dhe duke rritur insulinën do dëmtojnë enë të gjakut dhe do japi sëmundje në çdo lloj organi ose ind, siç ju shpjegova edhe ke diabeti më hollësisht, edhe ke hipertensioni, problemi që shkakton insulina në gjak, ose ajo është arsyeja kryesore që ne kemi probleme. Tjetër makronutrient ose ushqyes madhor me fjalë janë proteinat, të cilat zakonisht përbëhen nga 2 ose më shumë ose qindra aminoacide. Pra kur dëgjoni fjalën aminoacide, është njësia baze e proteinave. Ne kemi rreth 20 aminoacide kryesore që na duhen se s'bën për të ekzistuar në jetën tonë. 11 prej tyre ne mund t'i marrim nga natyra dhe mund t'i prodhojmë vetëm nga mëlçia, ndërsa 9 prej tyre jemi detyruar t'i marrim vetëm në natyrë. Pa këto të 9 ne nuk ekzistojmë dot. Shumica prej tyre ose 100% prej tyre ndodhen edhe ke kafshët, me fjalë, ke ushqimi shtatzor. Janë disa dhjetra mira lloj proteinash. Nuk është, nëse sheqera kemi vetëm 300, proteinat janë dhjetra mira, qindra mira ndoshta. Proteinat nuk është se janë energji për trupin tonë. Vërtet ato kanë 4 kalori, njësoj si glukoza ose fruktoza, ato kanë 4 kalori. Por trupi jonë nuk e përdor protein ose ne nuk ham protein për ta përdorur si energji. Ajo duhet për të ndërtuar pjesë zat, është pjesë përbërëse e gjithë qelizave, e ADN-s, e membranës, e organeleve, indit, çdo lloj indi në trupin tonë. Pra, proteina është ajo që ne na duhet. Zakonisht qëndron rreth 2-3 ditë në trupin tonë, shndërrohet në forma të ndryshme, derisa pastaj mund të konsumohet edhe si energji. Trupi jonë mund ta djegë proteinën vetëm në 3 raste të ndryshme. E para, kur në trupin tonë nuk ka më karbohidrate dhe yndyrë, kur ka mbaruar rezervat e tjera të energjisë, pra është energjia e fundit që mund të përdoret. Në rastet kur proteina, siç u thash, nuk riciklohet dot më pas 2-3 ditësh, edhe forma që nuk mund të arritë trupi ta ripërdorë ose ta riciklojë, atëherë ai mëlçia e djeg si energji. Dhe në rastet më kryesore me fjalë ose më e shpeshta është rastet e stresit, sepse në këtë rast hormonet e stresit, adrenalina, noradrenalina dhe kortizoli shpërbëjnë zakonisht ind muskular më së shumti për të prodhuar më njëherë glukozë, sepse siç u thash nxitet se sistemi nervor simpatetik. Proteina në enciklopedinë britanike konsiderohet jetësore, pa të nuk ka jetë. Ne do vdesim, po që se nuk marrim proteina për një farë kohe, është thelbësore, siç thash, ose esenciale ose domosdoshme, duhet marrë se s'bën, është e detyrueshme. Proteinat bimore janë shumë të limituara në sasinë e proteinave që ne na duhet, aminoacideve që na duhet, dhe përveç kësaj janë edhe të shumë pak të përthishme në zarën tonë. Pra ulin rendimentin ose efektivitetin e proteinave bimore janë shumë pak se sa ata shtatzore. Dhe ushqyesi i tretë kryesor ose më i rëndësishëm janë yndyrnat. Kur flas për yndyrnat, flas për gjithë yndyrnat. Flas për yndyrnat shtatzore, yndyrnat bimore. Kemi disa dhjetra mira lloj yndyrnash në natyrë, siç u thash, bimore dhe shtatzore.
Yndyrnat shtazore janë të domosdoshme, janë të detyrueshme që të merren, jetësore, sepësore me fjalë. Sepse pa ato nuk ka jetë, ashtu si dhe edhe proteinat. Proteinat përdoren nga trupi jon, njësoj si dhe proteinat, yndyrnat përdoren në trupin ton edhe si pjesë strukturale e qelizës, sidomos e membranës, formojnë membranën ton, organelet e tyre, janë gjithë membrana e mitokondreve përbëhet nga yndyrnat. Dhe përveç kësaj ka një funksion madhor si energji, prodhim energjie. Pra, ajo që ne na duhet në jetën tonë është që të marrim yndyrna në mënyrë që ta përdorim si energji. Yndyrnat më shumë se gjithçka tjetër në trupin ton kanë 9 kalori. Pra, më shumë se 2 herë se sa glukoza, fruktoza, se sa proteina, më shumë se 4 herë se sa fibra, edhe acidet yndyrore, yndyrnat ndodhen në trupin tonë në formën e trigliceridit, acidet yndyrore të ndryshme, ketonet, siç ju kam thënë, ketonet në fakt dhe ose uthulla. Edhe uthulla është acid yndyror me varg të shkurtër. Uthulla dhe ketonet zakonisht kanë pak kalori, kanë rreth 4 kalori, por aman hyn ke yndyrnat. Yndyrnat bimore, vajrat vegetale, vajrat farore, siç i kam thënë sa herë, të famshme, të cilat kanë hyrë në jetën tonë ndiku ke 100 vjet më para, ato prodhojnë energji, kanë kalori, njësoj si yndyrnat shtazore, 9 kalori, por aman ato nuk kanë asnjë lloj roli strukturor në trupin tonë. Dhe vetëm që nuk kanë strukturor, po dëmtojnë integritetin, stabilitetin e formës së qelizave, sepse ato dëmtojnë realisht kolesterolin. Dhe siç thash në videon e kaluar mbi kolesterolin, kolesteroli është ai që jep formën ose mban formën, nuk lë membranën e qelizës të shpërbëhet, të prishet, qeliza të dëmtohet. Pak kolesterol, do kemi shfaqjen e gjithë llojet e sëmundjeve kryesore. Një ansore energji që jep në trupin tonë është pavarësisht shumë i dëmshëm, është alkooli. Alkooli jep 7 kalori në trup. Dëmet e tij janë kolosale, nuk ka nevojë të diskutojmë në tru, në mëlçi, në pankreas. Ai nuk duhet të konsumohet fare. Si përfundim, dy janë format e vetme të energjisë pa të cilët ne nuk do të ekzistonim. Janë proteinat dhe yndyrnat. Pa karbohidrate, siç u thash, ekzistojmë rehat fare. Pa yndyrë dhe protein ne do vdesim për një kohë të shkurtër. Karbohidratet kanë hyrë në jetën tonë, siç u shpjegova para 2 videove, gjatë revolucionit agrokulturor, dhe që atëherë ne kemi filluar të kemi probleme shëndetësore. Sepse siç u thash, shkaku kryesor i gjithë sëmundjeve metabolike është glukoza, karbohidrati ose sheqernat, të cilat rrisin insulinën. Pra, insulina është ajo që dëmton trupin ton për shkak se është në vlera të larta dhe për shkak se është nxitur ose ngacmuar nga glukoza, nga karbohidratet, nga gjitha llojet e karbohidrateve. Pse ekzistojnë karbohidratet në natyrë? Në natyrë, siç neve kemi nevojë për proteina dhe yndyrna që të ekzistojnë në jetën tonë, ashtu dhe bimët kanë nevojë për karbohidrat. Pra, karbohidrati është ushqim për florën, për botën bimore, për botën tonë shtazore ose njerëzore, ne kemi nevojë për proteina dhe për yndyrna. Fibrat, siç u thash, është një formë tjetër që përdoret të ushqim vetëm nga bakteriet dhe ne nuk përthithem asnjë lloj fibre nga zorët tona. Pra, një vështrim i shkurtër mbi energjinë, do desha që të dini ose të mbani të mend, sidomos termin karbohidrat, yndyrë, proteina bimore dhe edhe shtazore. Ju falenderoj ndoqët, ju uroj të gjithë të keni shëndet, nëse ju pëlqen këtë video, like, subscribe dhe do shihemi në videon e ardhshme. Mirupafshim.